nga ata që janë përjashtuar aty, në mos gaboj, ishte vetëm njeri. Dhe ai është përjashtuar me motive të qarta. Me motive të qarta. Ai ka qenë nën kryetar në fushat elektorale. Ka punuar për kundërshtarët, për të mos thënë sa gjëra tjera, s'ka nevojë, por edhe ai dhe çdo njëri tjetër ka një gjykat kjo parti, duhet paraqes ankesat. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Po, Sali Berisha ka premtuar me kohë që do bëhen analiza. Ka premtuar me kohë që në këto analiza do nxirren përgjegjësitë. Pa diskutim. Nëse X apo Y për shkaqe s'minteresojnë, bën fushat dhe bën thirrje të votohet, bën thirrje ditën para votimit që të votohet për kandidatin e Tom Doshit. Unë mendoj se është me pakta që mund të them pacipsi ekstreme të pretendoj se ka ndonjë gjë të përbashkët me Partinë Demokratike. Ka shkelmuar vetë investimin e vet dhe keqpërdoret. Pra, ata persona që jepin me qera, që japin veten me qera, ata nuk kanë, do të thënë, janë qera, jepin me qera, kaq, kanë bërë një zgjedhje ata. Partia është një institucion që ka të gjitha forumet, dhe cili do që ka vrejtje, ka pakënaqësi, ka të drejtë ta ankimojë. Por absolutisht, ata që kanë punuar për kundërshtarët nuk do kenë vend në parti.